qenë i pamatur, i zhdasht ndoshta mos me dalë në konferencë për media heq, po ajo pjesë është e kryme për shkak se duhet me kuptu ka qenë kogja ngarkesë, sepse është një ramje e madhe si subjekt politik, ku na dim që narrativa LDK-s dhe zotit Abdigjiku ka qenë që shumicën e raste bile nxjerrë të nënshkurtit që LDK po del si subjekt i pari, çka që ka reflektuar një diçka jo të mirë për LDK-n edhe pam një rezultat tult. Për nesër, në bazë informacioneve që kam si gazetar, nëse s'ka ndryshim për shkak se është punu shumë në përdegë dhe në ndegë të LDK-s me delegat që dikun janë 350 numri tyre, pritët që të ketë befasi të emrave, ka disa figura që mrena takimit që e kanë pas LDK-ja me krejt kryesin edhe nën kryetarët, po dhe krejt kryetarët të komunave, ka pas aty do të thotë deklarime për gatishmëri për me qenë pjesë udhëhecë e LDK-s, për shembull zoti Gashi, i cili patëm ma herët deputetin këtu një prononcim për medjen e juj, vullnet ka shpreh edhe zoti Zemaj, po ditëve të fundit, bazë informacionet që kam, po flitët që edhe zoti Rama, përparim Rama, ka gatishmërinë, do të thotë që ti pri LDK-s, edhe pse është ndoshta për dikon t'ingllon befasi, po në bazë informacioneve që kam si gazetar mrena strukturave të LDK-s, ka një pritshmëri të mirë zoti Rama, po edhe pse përparim Rama është deklaru publikisht që nuk ka interes, do të vazhdoj punët në kryeqytet. Nuk ka deklarim të prem që thot nuk hin kandidatur për kryetar të LDK-s, po çka është më rëndësia... Ashtë model që është interesuar. Ka interes, po mund ta konfirmoj, po ka interes. Po ideja është tash se po këtë shkuptohet në shumë rase. Nesër është ta kemi vot besimit për zotin Abdigjiku, a do ta kaloj këtë, a s'do ta kaloj, pritët shihet, po në bazë të asaj që po të nësohet, edhe po flas tash për marrë një verzion timin si gazetar, unë po besoj që duhet LDK-s një figurë e re politike që e unifikon, për shkak se edhe zoti Abdigjiku, po edhe zoti Abdullahoti janë të provum, edhe nuk është që kanë sjell një rezultat. Po ti është i provum si kandidat për kryeministër në 2 palë zgjedhje, jo si kryetar i partisë. Po, ndëgjam, se tash të kjo pjesa duhet me lidh një pozicion.